Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e mënduar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut xhalla xjalaluhu me surën e radhës, pasi që në takimin e fundit alhamdulillah kemi përfunduar komentin e surës An-Najm. Pas surës An-Najm vjen surja Al-Qamar. Dhe kjo sure, të nderuar vëllezër, është nga suret e Mekës, njësi kurse edhe suret paraprake. Andaj kemi thënë që kur përmendet se një sure është e Mekës, nuk është vetëm për qëllim periudha e zbritjes, por është për qëllim tematika që trajton surja e Mekës, përmbajtja e saj, rrethonat ku ka zbrit kjo sure e kështu me radhë. Kemi pas në surën të ndrozur Dhariyat, surën Tur, surën Najm, kemi pas vazhdimisht do të thotë reagime të shpalljes në raport me dilemat e kundërshtarëve. Dhe Allahu ju ka dhënë përgjigje të vazhdueshme dhe bindse për gjithë ato dilema që ata i kanë ngritë. Dhe padyshim se gjithmonë ka qenë epilogu përfundimtar i këtij diskutimi refuzimi i tyre. Allah e ka përmendur se refuzimi i tyre nuk vjen nga absolutisht nga dobësia e argumenteve, nuk vjen se këto argumente nuk kanë të bëjnë me domthon argumente logjike, jo, gjitha janë në rregull, por ka të bëjë me epshin e tyre, ka të bëjë me interesat e tyre dhe kalkulimet që ata i bëjnë për ta ruajtur privilegjin, benefitet që i kanë në shoqëri. Trajtimet e kundërshtimeve të Kurejshve në suret e mëhershme, sikur që e përmenda ka qenë trajtimet të nivelit të diskutimit, të shprehjes së argumenteve. Tash, retorika e refuzimit, apo retorika e përgjigjes ndaj refuzimit, ndryshon rrënjësisht në surën Al-Qamar. Në surën Al-Qamar nuk ka më përgdhelje. Në surën Al-Qamar nuk ka më argumente, po ka kërcënim direkt për refuzimin. Ka demaskim dhe ka në këtë sure, domethënë trajtim të jetë serioz për kundërshtimet që ata ja kanë bërë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj mund të konsiderohet përmbajtja e surës Al-Qamar si thirrje e fundit për të kthyer dhe për ta shpëtuar vetveten. Thirrja e fundit për të ndërmarrë masat e duhura që ta kapin trenin e fundit për shpëtim. Përndryshe, i pret ajo që Allahu ka përmend pastaj në surën Al-Qamar nga përfundimet e mjerueshme dhe të frikshme të popujve të pejgamberëve të caktuar që Allahu i ka përmendur në surën Al-Qamar. Kjo sure të ndërozur fillon me një fillim edhe vetëdijsues, por edhe kërcënues, që duhet secili prej neve, domethënë ta merr shumë seriozisht fillimin dhe trajtimin e surës Al-Qamar. Po është e vërtet se në këtë sure kryesisht goditen kundërshtarët, por nuk përjashtohen as idhtarët, nuk përjashtohen as besimtarët. Nga se kemi thënë në trajtimet e kaluara se në çdo rast, në çdo vend ku Allahu xhallahu ala ka kërcënuar kundërshtarët, ka përmendur përfundimin e mjerueshëm të tyre nëse nuk këndellen dhe nuk udhëzohen, padyshim se në këtë kërcënim mund të marrim edhe ne mësimet e duhura, mund të marrim edhe ne përfitimin që ta përmirësojmë gjendjen dhe raportin me Allahun te bareke ve taala. Allahu xhallahu ala në këtë sure të nderuar vëllezër fillon me ditën e Kiametit. Dhe fillon me një përmendje të afatit që po skadon për udhëzim dhe pendim. Andaj Allahu thot: "Iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar." Iqtaraba
nuk kupton afrimin. Mirë po, afërsia shprehet me fjalën karube ose karib, ndërsa kur i shtohet pastaj kësaj folje edhe një shkronjë apo dy, sikurse në këtë rast, i shtohet edhe kuptimi. Andaj karib është afër, ndërsa i kterebe është pastaj shumë afër. Pra Allahu xhallahu ala ka përmend foljen e afrimit të ditës gjykimit me formulimin e afërsisë që gati sa nuk ka ndodhur. Që kjo është i kterebe. I kterebe shumë afër është. Don, nëse dikush është në distancë, edhe është duke u afru, do me thonë, mund të ime është pa afrohet. Po tash, distanca mes ati që pa afrohet dhe neve, mund të distancë e largët. Ama kur thua u afrua, i bje që do me thonë, distancave që është në minimumin e saj. Prandaj, aja që kanë betur nga dunjaja, është shumë ma pak se aja që ka kalu. Kjo është e dishme. Në shumica e jetës në sipërfaqen e tokës ka kalu, ka me të pak. Ajo pak, Allahu e din sa është, mirë po, pejgamberi sa me ka përmend se ai dhe kiameti janë shumë afër. Buithtu ana was-sa'a hatain. Ka thënë pejgamberi më dërguar unë dhe dita e gjykimit si këto dyja, i ka afruar dy gishta që janë afër. Prandaj në jetën e njerëzve, në historinë e njerëzimit, 1000 vjet janë pak. 1000 vjet janë pak në historinë e gjatë të njerëzimit që është 10 mijëra vite. Edhe ajo që ka met, Allahu e din sa është, po ndoshta nuk është as sa është periudha që na ndan me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Prandaj Allahu thotë iqtarabat as-sa'a. Është afru sa. Çka është sa? Sa është emër nga emrat e kiametit. Sikurse e kemi përmend në të kaluarën se dita e llogaridhënies, dita e gjykimit ka shumë emra. Dhe këta emra realisht tregojnë një prej ngjarjeve të asaj dite. Don secili emër kallëzon një ngjarje që ka ndodhur. Prandaj kur themi dita e kiametit, do të thonë dita e ngritjes dhe daljes për Allahu xhallahu ala. Dita Malik Yawmiddin, Allahu është ai që e ka në dorë ditën e gjykimit, do të thonë ai është gjykatësi, dita e gjykimit, ku njerëzit do të japin llogari për Allahut mënduar. Yawmut Taghabun, e kemi përmendur në surën Taghabun, ku Allahu xhallahu ala përmend se është dita ku secili ka me kuptuar se sa ka hub dhe sa ka pas mundësi shumë me fitu, mirë po nuk e ka shfrytzuar mundësinë. Prandaj secili emër kallëzon një ngjarje apo një pjesë të kësaj dite. E këtu Allah thot iqtarabat as-sa'a, është afruar as-sa'a. Çka është as-sa'a? Sa është çasti, është momenti. Don momenti më i rëndësishëm, momenti më vendimtar në jetën e juaj, momenti ku do të përcaktohet e ardhmja juaj, e përjetësisë juaj është më afër. Ndaj vetë kur e kupton ti se ai momenti që ti po e pret, vendimin final për përfundimin tënd, Allah po afër është. Afër është. Parando kur njëri për shembull është në pritje të një gjykimi të rëndësishëm për të, vendimtar për jetën e tij, të rëndësishëm për të ardhmen e tij. Dhe krejt ka përfunduar, tash veç po pritet verdikti i këtij gjykimi. Çka do të thotë për ty? Si e pret njëri këtë verdikt? Si e pret njëri këtë gjykim? Nuk e pret rahat. Krejt mendja mobilizohet në drejtim të atë gjykimi. Gjithçka që ka mund të ndërmerr në ndryshimin e vendimit në favor të tij do ta bën njëri. Prandaj shikoni, Allahu thotë iqtarabat as-sa'a. Nuk ka çast më të rëndësishëm, nuk ka moment më të rëndësishëm për juve se dita e marrjes së këtij gjykimi, kur do dini tek Allahu te bareke ve taala. Andaj secili njeri të ndërlozur ka me pritu këtë çast, edhe në aspekt individual, edhe në aspekt kolektiv. Prandaj nëse dita e kiametit në kuptim të shkatërimit total të kësaj ekzistence dhe daljes për Allah të mënduar, nëse ajo mund të jetë më larg se jeta jonë, për neve tek e fundit është më e rëndësishme e tjetra, se kiameti i jonë bëhet kur ne vdesim. Ma e qaj qasti, qaj momenti që Allahu po se është afru,
Para se me ndodh ai çasti i madh, ndodh një çast individual për cilin për neve, ajo është vdekja e tij. Prandaj njeriu në këtë çast kur i mbyll syt, shkputet nga dunjaja, mbyllet libri i tij, e kupton se çka është halli i tij. E kupton në mas të madhe çka është gjendja e tij. Domethënë, ka do të shkon, cili është epilogu përfundimtar i jetës së tij. Si do të jetë gjykimi i tij. Prandaj edhe shumë nga dietarët e hershëm, edhe sikur që është përmend nga Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, se varri për të ka qenë më i frikshëm se dita e gjykimit. Për shkak se ka thonë në varr përcaktohet realisht edhe situata ime në ditën e gjykimit. Prandaj të ndërrozë ai çast, ai moment kur ne do të shohim, domthonë gjykimin për neve, do të shohim në mas të madhe, s'po them përfundimin nga sa është dhe gjykimit atje në fund, mirë po deri në mas të madhe shohim se çka kemi bërë, çka kemi marrë me veti, çfarë kemi humbur. Në mas të madhe këtë e kuptojmë edhe ditën e ndarjes nga dunjaja. Ditën kur veç përfundon garimi jonë, nxjerrësh nga gara, ke vrapu sa ke vrapu, ke fitu sa ke fitu, nxjerrësh nga gara dhe vazhdon tash të marrësh certifikatën e garimit tënd. Pavarësisht tash a je nga fituesit apo nga humbësit, Allahu na ruajt ato. E Allahu thot iqtarabat as-sa'a. Kjo është duke u afru. Prandaj të ndërrohet vëllazër, kur Allahu xhallahu thot është afru momenti, po afrohet ai çasti kryesor e më i rëndësishëm, çfarë ndikimi duhet të bën ky lajm në jetën tonë. Kur Allahu është afru, për shembull, në aspektin e kohës, nuk na përket neve, ka se nuk e dim. Është afru, Allah në mësa vjen kë është afru. Ky afrim e bjen 1000 vjet, 2000, 3000, nuk e dim na. Prandaj nuk po na thot Allahu xhallahu ala se është afru, domthonjë që tashmë ne të fillojmë edhe të hamendësojmë për kalendarin e ngjarjes së kësaj dite. S'ka të bëjë me neve. Në një tjetër për shembull, Allahu thot është afru dita e gjykimit, nuk po kërkon ndihmë prej neve që minimum e bëhet ditën e kiametit, nga se Allahu xhallahu e bën vet, nuk i duhet askush në kuptimin e ringjalljes, shkatërimit, daljes së njerëz për Allahu xhallahu ala kështu me radhë. Andaj asgjë nga ajo që ka më ndodh nuk ka të bëjë me neve. Veç një çështje ka të bëjë me neve. Dalja para Allahut me dhon llogari. Do me thonë, kur Allahu thot është afru dita e gjykimit, është një mesazh vetëdijsues që mund të formulohet në formë të pyetjes, ti a je gati? Ti a je gati? Kiameti po vjen, dalja për Allahut po afrohet, ti a je gati? Çfarë ti ke përgatit për këtë dalje për Allahut mënduar? Iqtarabat as-sa'a, është afru çasti, momenti vendimtar ku do ta marrësh lajmin e madh që e pret çdo njeri, lajmin e fitores, shpërblimit, faljes, apo Allahu na ruajt, lajmin e kundërt, lajmin e hidhur që kanë me marë fatkeqësisht shumica e njerëzve. Pastaj Allahu thot wa nshaqqa al-qamar, dhe hana u nda në gjysmë. Ndarja e hanës në gjysmë, të ndërrozër, është komentuar nga dietarët në disa forma, edhe pse shumica dërmuese e dietarëve e përmendin se ka të bëjë me një mrekulli që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, si një ndarje tamam, domethënë e hanës, e cila është domethënë e njohur si krijesë, e shohim, e ajo është ndarë për gjysmë, e kanë pa njërin pjesë në një anë, njërin pjesë në tjetrën anë. Ka qenë si përgjigje ndaj kërkesave të vazhdueshme të kurajshve për një mrekulli lëndore, të prekshme, konkrete, që pejgamberi përmes saj dëshmon se është i dërguar i Allahut te bareke ve teala. Edhe pse disa dietarë kanë thonë se me konteksti i ajetit ka të bëjë me ditën e gjykimit, edhe ndarja e hanës është për ditën e gjykimit, për ditën e fundit, për ditën e kiametit. Të këtij mendimi janë pak dietarë, ndërsa shumica dërmuese, domethënë, e përmendin se ndarja e hanës dhe coptimi i saj që do të bëhet ditën e gjykimit nuk përjashton mundësinë që të jetë, domethënë, në këtë ajet
i përfshirë edhe ai rasti kur është nda hana në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe kjo është nga mrekullitë që përmes saj padyshim shpërfaqet madhështia Allahu xhallahu ala, fuqia e tij dhe saktësia dhe vërtetësia e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Të ndërmjetër Kurajsht e Mekës në vazhdimsi kanë kërkuar arsyetime për të refuzuar pejgamberin alayhi salatu wasallam. Andaj një nga format e arsyetimit kanë qenë edhe kërkesët e pakuptimta që ai të sjellë argumente se është pejgamberi i Allahut te barekuhu teala. Dhe shpeshherë Allahu nuk i është përgjigjë në këto kërkesa. Pse nuk është përgjigjë në këto kërkesa? Për shkak se realisht kërkesat e tyre s'kan qenë sinqerta, s'kan qenë për udhëzim, s'kan qenë për bindje, por kanë qenë për tallje dhe shtyrje dhe arsyetim të pranimit të shpallës nga ana e tyre. Dhe gjithashtu nuk i është përgjigjë Allahu kërkesat e tyre nga se Allahu xhallahu ala e ka sjell si argument të mjaftueshëm këtë libër. Kurani është argumenti kryesor. Kurani është dëshmia kryesore se Allahu xhallahu ala është i vetmi që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i Allahut xhallahu ala. Çdo dëshmi tjetër është nën këtë. Madje edhe qarja e hanës, e diellit, e kësaj radhë është më e vogël në potencialin e argumentimit se Kurani. Nuk ka mundësi asnjë shenjë, asnjë argument kosmologjik, natyror, çfarë do qoftë dhe në çfarë do forme ai të prezantohet, të jetë më i fuqishëm në mesazhin e shpalljes se vetë shpallja, se vetë Kurani dhe fjala e Allahut te bareke ve teala. Prandaj Allahu xhallahu ala i ka rujt njerëzit që ata realisht të bindin me atë që është rruga e durë e bindjes, jo me tjera forma të bindjes që janë alternative, janë anësore, por nuk janë bazike dhe qëndësore. Dhe çështja e tretë, pse nuk i është përgjigjë Allahu kërkesave të tyre, por është insistuar në Kur'anin si argument, është se nga ligjet e Allahut kosmologjike, nga zakoni i popujve të kaluar ka qenë, pas argumentit lëndor të prekshëm, nëse ka pasu mohimi, ka shkatërimi. S'ka tjetër. Prandaj sikur se dini, e kanë kërku populli i Salihut alayhis salam devën, ja u ka sjellë Allahu devën, ka dalë nga guri, por pas saj deve sa kanë jetuar ata, shumë shkurt i ka shkatëruar Allahu xhallahu ala. Prandaj kjo është faza e fundit. Kjo është mundësia e fundit për të besuar. Prandaj Allahu xhallahu ala nga rahmeti i tij ka përmend se Kurani mbet argument për juve dhe me Kur'an e keni afate mjaftueshëm për të bindur. Nëse sjell Allahu argumente të prekshme, lëndore, të jashtëzakonshme, atëherë ngushtohet afati i pranimit dhe përshpejtohet dënimi juaj. Prandaj Allahu i ka ruajt më shumë se ata vetën e tyre. Për këtë arsye këtu Allahu ka përmend, shikoni, "Wa shaqqal qamar", nda kana dhe pasaj vinë me një kërstimet për të gjykimet. Pas surës Qamar, surja Ar-Rahman, kur Allah e prezanton rahmetin e çka thot, "Allama al-Quran". Andaj me Kur'an është rahmeti, ndërsa qarja e hanës pason gazepi, dënimi Allahu te barekuhu teala. Sikur që edhe Isa alayhis salam i ka thonë havarinëve, do ata kanë pas me mundësi me besu, kanë pa argumente, kanë kërkuar një sofrë nga qielli. Çka ju ka thonë Allahu xhallahu ala? Zbres sofrën, po pas saj s'ka më afate, pas saj ka dënim të dhimbshëm. Për këtë arsye të ndërruar nga kjo kuptojmë se Kurani është argumenti më i fuqishëm nga njëra anë, mjaftueshëm për të bind, s'ka nevojë për argumente alternative, e para, dhe e dyta, kur Allahu xhalla xhelaluhu të thret me besu përmes shpalljes, të jap afat dhe të mëshiron, ndërsa nëse njerëzit kërkojnë tjerë argumente, e përshpejtojnë dënimin mbi veten e tyre. Andaj Allahu xhallahu ala i ka ruajt nga ky shkatërrim për shkak se njerëzit nuk e dinë, nxitohen pa nevojë, ndërsa Allahu i ruan. Shikoj atë në gjendjen e idhujtarisë, edhe në gjendjen e provokimit i ka ruajt Allahu te barekuhu teala. Se ka mujt marr argumente që kanë kërkuar, e keni pa e lexojnë surën El-Isra, për çka kanë kërkuar, bënë ai kodar shtote, bënë ai lumet shtote, bënë ai këtu, kanë kërkuar gjëra absurde. Mirë po Allahu s'u ka përgjigj, se ka ndryshuar reliefin e Mekës.
Si ka bo rafsh kodrat, s'ka bo lumejnë për Mekë, kërkesat e Kurajshëve kanë shku, pa përgjigje ata. Shka se kanë qenë kërkesa absurde, dhe kërkesa që do të përshpejtonin shkatërimin e tyne, e Allah nuk ka dash me i shkatruave. Në Allah ta vojnë shek kal kamer, edhe u nda hana. A është nda hana realisht apo nuk është nda? Po është nda, realisht është nda, ne besojmë këtë. Ne besojmë në këtë. Nga njerët e ndërëzër, njerëzit e kanë një argument shumë të madh. Shumë të madh. Dhe menoj se mund të besojmë në argument më të vogël. Për shembull, të ndërëzër, cili është argument më i madh në raport me besimin e Allahun? Hana si krijesë apo qarja e hanës? Cili është argument më i madh? Hana është më i madh. Qarja është pastaj ansore. Nga sa ai që e krijon hanën e mund të varën qiell, ai copë edhe me qasë është tani pa logjikshme, a kupton? Se problem për ne me kon çu ka kriju. E ata e shohin ditë për të hanën, që ka bën bindje, hajt çaje hanën. A kupton mentalitetin absurd të kundërshtarëve? S'kan logjik, ndërsa kërkojnë argumente logjike. Po, Kurani ka argumente logjike. Po ju s'mund bindin nga se ju keni qasje të pa logjikshme. A kuptove? Domthon Kurani ka argumente logjike, po për logjik funksionale. Ndërsa kur logjika nuk është funksionale, por epshi është funksional, dhe njeriu përmes epshit funksional tenton që të shtirë si i mëshëm, nuk i kupton argumentet të mëshmeve. S'mundem nga se ai është në nivel më të ulët. Epshi e ul, ndërsa mençuria e ngrit. Shikoj ka thonë, hajt do në hanën. Po mini se doj hanën, çka i bjen? E i bjen që na duhet Allah në madhuru. Po mi pse duhet me damër lavdhëm? Po këqyre një që është? Këqyre diellin, këqyre tokën, apo? Prandaj edhe në kërkesa ka një absurd, ka një të pa logjikshëm. Edhe kështu t'i vren njerëzit të ndërmuar vëllezër gjatë tërë kohës, gjatë tërë historisë, kanë kërkesa të pa logjikshme, kanë kundërshtime të pa kuptimta, apo absolutisht të pa kapshme. Për këtë arsye edhe Allahu xhallahu ala nuk i është përgjigj. Po në këtë i është përgjigj Allahu te barekuhu teala, dhe është qahana, e kanë përmend. Madje kanë kërkuar edhe argumente Kurajsht, nga tjerë ka unë neve, në ke bo serë, si kurse du të përmenda të më thonë, e kanë thonë, o in jeru ajeten, ju aridu anha o je kulu sihrën mustemir. Nëse shojnë argumentin, e shojnë hanë e qamë, qka bojnë? Reagimi. Mirë, hanë u qa. Ju, tash, jeni para dy opcioneve. Opcioni i parë me besu, opcioni i dytë, cili është të sillni një alternativë të besimit më të kompletuar se që po e thret ky përmes hanës së qarë. Por mohimi nuk është zgjidhje. A kuptuat? Mohimi nuk është zgjidhje. Shikoj për shembull këtë mentalitet, domthon të pa kuptim. Këtë mentalitet domthon të qarë nga gjithë anët. Cunguar. Sikurse çështja e ateizmit sot apo. Mbi çka ndërtohet ateizmi? Mbi mohim. S'ka, e mirë nëse s'ka, e qa ka? E qka ka? Prandaj, pejgamberi ka thonë, është një zat që ju ka kriju. Ju e një krijesat Allah që i përdoni begatit e Allahut. Ju duni, zotën e juaj që ju ka kriju, ta falënderoni. Dhe ai ju mëson si ta falënderoni, përmes adhurimit forme të ndryshme. Nga se këmani ditë që ka me përfundu gjithçka, kin me dalë me që këtë pojim ka marrë, ai po të ka thënë çka ka. Jo s'ka. E nëse s'ka kja qa ka, jo s'ka kurgjë, e s'mune mësë me pas kurgjë. E kuptove? A ne komplet Allah që ka thot? Tana është qa e reagimi t'yne, cile është të thot? O i jeru aje, ata sa shojnë argumente, po shojnë argumente, që ka thojnë? Jo orridhu, veç e këthi i shpine për. Ja mësu këthet është, te kita është ka të bo lafa, kem të bo ma bet. Ti po thush si e pejgamber, qa i hanë, unë hanë e qava, e tash bujnë e tash. Jo na në kemë zonë, valla, pëtën. Jo, a kuptën e gjiken. Në vetë qasja dhe me kuptu që edhe djeli me në e qanës besujmë ti, se so punë e hanës. Përndaj Allah e din këtë, por i ka demaskuar diri në ashtë. Kajt, ata dhe tjerë mas tyne. Dhe qështë nuk është punë, a është për shambull kjo fe
në Arabi a është kjo fe, për shembull, s'ka të bëjë me këtë, nuk ka të bëjë me këtë. Por ka të bëjë me ato që Allah ka pranuar pastaj vim, veç inat edhe epsh. Shkojnë të vëllezër një çështje më rëndësishme për mëna. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka ardhur, ka ardhur me një, pa thëmë kushtimisht, set argumentesh, i kompletum në karakterin e tij, morali i tij, sjellja e tij, formimi i tij, statusi i tij në shoqëri. Pastaj argumente fuqishme që ka ardhur me to. Këto e përbëjnë ofertën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Përballë kësaj njerëzit që nuk besojnë çka thonë. Po përveç, për shembull, e përmend një dilemë për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe këtë domthon ofertë kaq të kompletuar, mendoj se mund të rrëzohet me një dilemë të paqëndrueshme. Pse nuk bën kështu? Për shembull të ndrozë. Nëse i dërguari i Allahut ka sill argumente. Sa është i dërguari i Allahut? Ti po don për shembull të thonë që ky është për shembull veç para rapt. I dërguari i Allahut veç para rapt. Mirë Allah, e çka i bën asaj që ai po thotë jam para rapt? Ai po thotë unë jam për këtë botën. Unë jam për këtë njerëzit, ai po thotë. Tash njeri që pretendon se është pejgamberi i Allahut azza wa jall, të ndrozë, ja është njeri më i mirë, ja është njeri më i keq. S'ka mesatare. S'ka mundësi ku mesatar. Nga sa ai që flet në emër të Allahut dhe i thret njerëzit me i besu se Allah e ka dërgu, ja është më i mirë, e duhet me njek, ja është më i keqi, më i ligu i shoqënisë. S'ka mes. Apo nuk ka mes, s'ka mundësi mes me kon. Për shembull, kur flet për Zotin gënjen, mashtron, për shembull, i thirr njerëz me besu në xhenet, s'ka i xhenet, çfarë i ka rrajt njerëzit i ka mashtru, ama sadak jap. S'ka mundësi apo. E pa mundshme është. A kuptuat se ka një logjik, një që gënjen. Tash shenja që ka me të pejgamber sa. Të vëzër, në cilën pozicion e vendosin? Nalta poshtë. S'mund me thonë qyre, ajo është njëri më i miri, mesin e 100-ve i pari është, apo, ka bu ndryshime që kërkush s'ka bu, këti ka të mira, ama, e tash së në thurë këtë punë, si ja duesh me hudhë krejt në beturin, ja duesh me qunë në pjedesal më të naltë, nuk ka gjysë, e kuptove, nuk ka gjysë, se ose ki me qunë naltë është pejgamber, ose s'është pejgamber. Për shembull të ndërozët, shikat e krishterët dhe të qifotet, krishterët besojnë se ka shpallje, a besojnë se ka pejgamber, besojnë pejgamber. Mirë, i themi, me cilën logjike keni nalë të Isa Elsa? Për shembull, me çfarë argumenti keni besu se Hudi është pejgamber? Kallza. Me çfarë argumenti ke besu se Musa pejgamber? Me çka ki besu? Me qita. Mirë, unë t'i bi 5 fishin argumenteve të Musait për pejgamberin. Pse s'beson? Ne ka një logjikë, Allah. Ja e mon këtë shpalljen, tani flasim me ty për shpallja ka s'ka. Ja e beson shpalljen, e s'nadësh dete pejgamberi alayhi sallam. S'ka këtu gjysë, s'ka në gjysë tu dhe. Për dhe Allahu xhallahu çka na ka qërtua, për. S'ka veç pejgamberi me besua, për. Keni me besua dhe Isajnë e Musajnë e krejt. Nga se kjo është set, komplet hynor. E ka qua Allahu xhallahu prej Ademit dhe te Muhammed alayhi sallam. S'guzëm unë alë kërkun, se si të nalësh do të me kazu, e pse unë nalë, pra? Pse unë nalë të Musa alayhi sallam, pse? Pse Musa alayhi sallam bën me kon pejgamber, e Muhammed e mëzmon e kon pejgamber, pse? Kalzama, s'ka argument. Prandaj çështja veç po mohaj. E po sot veç po mohaj. Sot pe kthej shpinën se nxonjem. Ja sot kështu. Që ne më bëjnë tiri në fund, ja pranu. Mire ki burr, po s'po më kona me të besuar, hajt selam aleikum. Ku kri puna? Ama me nxirr dilema, jo ky pejgamberi për shembull, pejgamber kanë hungur në tokë. Sa ashtu ka hungur në tokë. A kupton çfarë? Ose për shembull, dilema që u martë me Aishën radhiyallahu anha kështu më radh. Le këtë dilemë nere, le këtë lejonash. A është pejgamber ose pejgamber Allah? Kaç? E ka zgjedhë Allahu xhallahu për pejgamber se ka zgjedhë. Çto dilema? Nëse e ka zgjedhë si pejgamber, ka dhe është këtë. Prandaj, sahabët nuk kanë mëçëm vëllazë. Besimtarë njëri meqëm, që kjo logjika. Prandaj na musliman jemi pësimit meqëm. Nuk mund të me në alësu gjithë kërë me besit një, s'munësh. Sikur se e kemi shambull këtë
imamin e madh të muslimanëve, më të madhin, mas pejgamberit alayhis salam, kush është? Abu Bekri radhiyallahu anhu. Për në të vak me besu ti, që shkon njëri në Kuds për një natë, shkon kokon e letë. Këtë temë ka më beka më kryon e mëti. Si këm besu që Allah i fletë, të është ka shetit Allahus për zinëve. E kuptove se ka një logikë Allah këtu, ka një logikë këtu. Ama pa logikë është me thonë që pejgamber është ama një Isra me shku zbesoj. E pse zbesojnë Allah që shka një Isra? Se ka një logikë. Ja duhet mojim total, heq as ka zat, as ka pejgamber, as ka shpallje, veç mojim ka. Edhe me të të një mirëmi me mojimin e ti. Ama edhe po du me pohu, edhe s'po du që shdojnë ti me pohu, s'ka. Përshka se ka regullat pohimit. Ka regullat që të obligon me pohu. S'mun është gjithë që shmija bëhë. Andaj shiko Allah o gjellë o që e ka. Hanë e këna qa, argumente o këna sjell. E tash, ku me të ma beti? Ja, rrëdo. E këti një shpinë në përë. Po s'mun e bashkë me këti shpinën, hajt ta japim një përgjigje për hanë në ndame, qka thojmi? Sihrun mustemir. Qka është sihr mustemir? Dy kuptime i ka, si mbas shumë djetare. Kjo është vazhdimësia magjisë. Kur gjësë është e re, se janë të re s'ke prua për. Qysh në ke bo sehire për pora, ose kanë thonë sihrun mustemir, sihr i fuqishëm. Fort sihr i fort, apë. Pse? Se kur kanë thonë të ndërozër, paramenë, dëmonë intelektual të kurejshve, akademikt. A këpëtan? Sa të meqëm një në konë. Po jo që ata, këtë mas ty në, këtë mas ty, tiri sa të... Shikoni, kanë thonë, ja, së qahana. Që është më së qahana? Kjo është sihrëm. Kanë nërë njëzën nga uthimi pishamit. I kanë vetë, pa, në mërën që është, po, këna pa, me diskretinë këna pa, ata e kanë pa. Dhe kërë kanë pa që s'padhej sihri për tuke, apo, se sihr njeve pa, ma aty një atje që ka bo sihr, e ka bo sihr hanën. Pin tuk, hanë, ka kanë sihrën mustemir, kjo sihr i fort, kjo hanën të apën se hira, after. Parëmëna. Mirë, të dhe lëse. Shumë betë për legjekshim janë, ma Allah, për mirem janë, after. Mirë, nësë është sirbaz, ka që i fort. Ka që i fort, sirbaz, ka që i fort. Kër e kështë e me, kësë të në vëzën, ose mentaliteti kohës të tyne, si e ka të tu sirbazin? Sirbazin fa këtë që shka qenë? Fort i respektum më konë. O konë respektum? Po që shja? O konë respektum? E kanë ngu, ju kanë tut? O, mirë. Nëse besan që ju sirbaz, që s'pi tutëni? Që ju bënë se iri ju martë, se ju s'keni iman. Se njëri që s'ka iman në Allah në Gjellewala, bie prej gjinve, shejtanve, sirbazave, apo? Se mundjes të imanit të bënë më tutë. Përsa Allah në Gjellewala surën gjinë qka thata për? Feze duhëm rëhe ka. Ju kanë tutë gjindve, edhe gjindje u kanë shtu tutën edhe ma shumë. Tha gjindë, si të sheqi po tutë është, ta shtu tutë ma shumë, atë që na munën me ta, pu të veshin me ta, tutin, vazhdimisht tutin. E kur i besimtari ka iman me dhekër, ata përreshtonëm. Mirë, ju për shambull, ju kërështë e Mekës, kur keni shku në për udhëtime, kur keni nalë me një dhenë me nejtë, ta shumë, po dëne me logika, po dëne tash me argumente, kur keni nalë me një lugin me nejtë, qka keni boju? E kanë thirë kryetarin e gjindve të asoj venja, që kanë thirë 20 din, konë, a bën me nejtë sonë të qëto. Apo? A i ka shti me bo do yoga caktume, kam bën tash. Tash bën. Se konfirmimi i hyrjes në pushtet në gjindve është shirku. Apo? I ka shti me bo shirk, ata për shirkë kanë pas ditë për ditë, se kanë pas problem, edhe kanë njëpën. Do me thonë, ju dhe sihri dhe gjinët keni aleancë, dhe ju ruheni për sihrit, apo? Nëse kjo është ka që i fort sihirbaz, që dhe hanën të adan me sihire, ju është dash këta në qafë me matë, ju me kundërshtu, edhe me logikën e juve. Pa përshë që ju vetë besojnë që e sihirbaz. Se këta me, përshamë kërështë e Mekës, me di që pejgamberi sihirbaz, a këshim flajtë rahata? Po i besë ata tutën për sihrit, ata e në tutë për sihrit. Po e ka di që nuk ka sihirbaz, s'na bon kur gjë këj, flajmë rahatna. Do më pëdej që pejgamber, e pëse pëdej sihirbaz, e që kam i thonë pra në, e që kam i thonë, smet pas më dhe Rasulullah. Andaj të vëzër, jo ngushtin Allah opcionet, s'ka opcione.
Për këtë arsye edhe kam përmend disa herë. Ajo që e prezanton madhështinë e pejgamberit sa është shumë jeta e tij, fjalët e tij, veprat e tij, gjithçka ka thënë se u koni madh. Por mendoj që ajo që nga më të mëdhajat që tregon madhështinë e tij është se kundërshtarët e tij me qiri kanë më të meta e kur s'kan gjetë kanë rajt për ta. Nuk kur dikush s'ka ku ta ngjet, për se me gënjë për ty ka thënë fort i madh jetën. Fort i madh është von. Andaj çka ka sihrun mustamir. Është sihr i fuqishëm, edhe është sihr i vazhdueshëm. E Allah tha, wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Allahu akbar. Përgjigjëstruan, kur gjë tre. Përgjigjëstruan, ja mos besojnë. Wattaba'u ahwa'ahum. Pse përgjigjëstruan? Që kjo. Që ka ardhur në këtë suret e mëhershme. Pasuan epshin e tyre. Njëri pyetet në vëllezër, a mundet kaq me qenë dehës, kaq dehës epshi i njërit, apo sa që edhe argumentet me përmasat të qarjes së hanës me i shëndru në mashtrim për me arsyetu dhe me legjitimu epshin e tij? A që kaq është kujta e madha? A që kaq është epshi i madha? Po. Madje edhe më i madh. Madje edhe më i madh se kaq. Deri në adhurim. Allahu e ka përmend se njerëzit nga pasimi i epshit, nga ruajtja e kënaqësisë që ju ofron epshi, janë në gjendje edhe me e adhuru, me bo ilah. Sikur Allah a ke pa ato që ka marrë epshi ti Zot. E adhuron pas Allahut azhën. Çka i thotë epshi e bën? Çka ti bën mend me bo, domethënë nuk ka filtra të verifikimit a bën as bën. S'ka. Për shembull të ndërrozë, kur i sheh veprimet e njerëzve të caktuar, nuk e kupton për shembull e pse? Për shembull pse? S'ka shpjegim. Përveç se thirrje e epshit. Epsh, për shembull, për vëmendje. Për shembull që me kon vëmendjet njerëzve është epsh. Epsh. Pëlqimet e njerëzve në epsh. Lavdata që në epsh. Kënë këtë kërkesat epshit, apo? Andaj për njerëzve në gjendje me u zhvesh. Deri në bezdisje. Deri në dhe që ka jashta njerëzore, apo? Së më rëndësi që shki mu duk, së më rëndësi për shamu se me këtë veshje, apo me këtë zhveshje, rënën parimet elementare të vlerëve njerëzore, që kërës është turpi, e shumë tjera. Krejt letë binë, më rëndësi është në funditës që ka thënë, a ju pëlqeva. A kuptan të që sa njëri është i ga që nuk degradu për një pëlqim dikujt, apo? Që ka që? Edhe këta, që kam fitu me këtë epshë? Qëfar jetë e kam pas, kalëzëm, korejsht, apo, që e u konë shtirë me lonë për më besu për kam zëmë. Që kam pas ata? Sët njeri majrë ndëm të jetën më mirë sa ata. Shpija tona, klimatizimi, kërët, apo, hajtë satë të njeri, po hajtë në të vakt. Për shambull, së më rëndësi rëthanat, të rëzër, epshet gjithë mund gjenë arsye për me e bit njëri unë se ti prish, apën. Ti prish rënë të tonë, s'munësh. Prandaj të ndërrua vëzër, kush e kalën kodrën e epshit dhe e dominon atë, shet pastaj pamjet bukura të argumenteve të Allahut azza wa jalla. Nërsa ai që e ka perdë në epshit para vetës, nuk ka mundësi me e papën. E kjo perdë ka forma ndryshme. Ande edhe shumë fraksione që kanë dalë nga rruga e Ahlusunnetit, shumë fraksione që kanë deviju në bazat e besimit e shumë tjera, që kanë që djetarët ahlul ahwa, pasues të epsheve, interesave të caktuara, për shkak se nuk kanë dashur me besu në argumente për arsye të ndryshme dhe i është njegullu pamje e të vërtetës. E Allahu tha në Kur'an: "Wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum", përgënjeshtruan nga se epshin e pasuan, për këtë arsye veç. "Wa kullu amrin mustaqir". Që kjo sure ka marketësh me rë në fund atë. Kur të ngon njëri kështu e ka një fartingulli të mrekullueshëm atë. E Allah tha: "O kullu amrin mustaqir". Çka
çka nuk kupton kullu amrin mustaqir. Qysh më ju kallëzu tash që i bjen. Kullu amrin mustaqir, dy kuptimi ka. E para është se mustaqir është fundi i diçkafit. Kur diçka merr formën finale, vendoset, istaqarra ata. Një për kuptimeve ka. E Allahu po thot, gjithçka së shpejti e merr formën e vet. S'keni gala. Tash për shembull të ndërlozën në kohën na që po jetojmë. E ka gjithçka fi formën e vet? Ja. E ka e vërteta formën e vet? Ja, se ka. Se ka formën e vet. Se ka pozitën e vet. Se ka hapësirën e vet. E kota e ka formën e vet? Për shembull, e kota, bestytnia, e ka kot? Ja, se ka. Është e zbukuruar, e hijeshuar, e kështë më rapa. E Allah po i thot që së shpejti gjithçka merr formën e vet, mos keni ngala. Ka mu dal e vërteta qysh është, e kota qysh është, apo. Prandaj mos u mashtroni. Shikoni për te pamjes së jashtme, shikoni për te joshjes, shikoni për te kënaqësisë, shikoni për te benefiteve materialiste, shikoni për te kësaj që ta shihni realitetin nga se së shpejti del. Kime pa, e pastaj vajtimi më i madh njerëzve është më pas kanë mashtruar. Wallahi më pas kanë rrajt. Për ata ditë gjykimit të mashtruarit çka thonë? Të mashtruarit çka thonë? O Allah, këta që në mashtruan në kom tona shtini, apo? Në gjallë ma tahta aqdamina, ti shkeli me kom tona se në kanë mashtru. Kanë mashtru? Ja, Allah, pa pas qef ti kur kështë të mashtruan. Po njerës të mashtrujnë, po duesh ti me ka du që, po kam qef me mrajt, hajtë është rajem një pak. Se mos me mrajt, ju du të mi besu të tjereve, e s'po du me besu që tjereve. Vetë njerës kanë qef me qenë të gënjër, kanë qef me qenë të gënjër, kanë qef me qenë të mashtruar. E Allahu po thot, së shpejti, apo? Kullu amrin mustaqir, gjithçka ka marrë formën e vet. E keni me pa tani, tamam. E pse njerëzit e kanë pa ndonjë? Mirë, po ka pas migullina, ka pas se sprovë ndonjë, me kon për shembull të ndërlozur sigurisht e kemi përmend për shembull. Nëse një njeri që nuk beson Allahun te barekutaala, për shembull, ditë për ditë është miro ka një organ. Një ditë veshë, një ditë miro vetlla, ditë to besojnë. Apo se ka bëu Allahu kështu. Po ai jeton normal, fiton më shumë se bëu, ja shumë tjerë që besojnë. I ka punë mirë ndonjë, sprov ndonjë është. Andaj ka formën e vet, e vërteta ajo se ka. Ku e merr e vërteta, e duhura, e sakta, e mira, formën e vet? Ditën e gjykimit e merr. Që atëherë merr. Ai sabër. Veç edhe pak edhe kur të bish në varrin tënë e kupton se qysh ka qenë forma e duhur e jetuarit. Qysh ka qenë forma e duhur e organizimit jetësor. Cila ka qenë forma e duhur? Për shkak se Allahu xhallahu ala e ka sjellë Kur'anin argument dhe sqarues që i dëbon të gjitha rreth e migullimit edhe mashtrimit që ti ta shohësh rrugën qartë edhe ti shohësh gjërat në formën e saj të duhur. Ta shohësh dunjon në formën e vet, ta shohësh ahiretin në formën e vet, ta shohësh begatinë në formën e vet, ta shohësh provën në formën e vet, ta shohësh veten në formën tonë kush je, këtë ti shohësh ç'është duhet, ç'ta ka shpallja. Ti shohësh në formën e vet. Në momentin kur ti largohesh nga shpallja, fillon më ra errësira, fillon mjegullia, edhe fillon gjithë pastaj të ndryshojnë formën. Diçka duket shumë e madhe, ndërsa është shkum. Kur gjë s'ka. Diçka duket shumë e vogël, po ajo realisht është e madhe, jetë apo është një pjesë e saj. Prandaj nga begatit e Allahut ndaj robët është me ia mundsumi po gjërat çysh janë. Mos më koni mashtruar e as më qenë i priuar nga migullat e caktuara dunjas të shëgjërat që duhet. Pa që kjo është kullu amrin mustaqir. Së shpejti gjithçka e merr formën e vet. Aja ka, po së shpejti e shihni në formën e vet. Edhe gjithashtu të ndërvozë nga kuptimet u kullu amrin mustaqir është se secili do të vendoset në atë që ka qenë. Domthonë i miri do të jetë gjithmonë me të mirën, apo i ligu me të ligën. Për shembull, ai i cili ndjek argumentet e Kuranit, apo do të jetë gjithmonë i shoqëruar me bindje, me argumente, nga se ai në këtë mjedis do me qarkullu.
E në mjedisi që do me qarkullu, në qatë rreth kimu sil, që atu kime qenë t'i vendosur. Aje që do një mjegulla në paqartësi, që atje ku mu sil. Prandaj mos mena që nga pozicioni mjegullimit e shë djelin. Du të me do nga i pozicion, e ndash me pas, munësh për atje. Nuk munësh. Pa e do me kuptu Kur'anin, do me kuptu sunet në pejgamberin, do me kuptu të vërtetën, do është mu zhvesh nga presjoni e psharak, me dal nga domon zona e ndikimit të epshit, për me mujt me pa që është duhet. Se cili vepron brenda zonës që e ka. Për këtë arsye edhe besimtari të ndërlozër qiltërsinë e argumenteve dhe bini që argumente sjellin nuk bën me rreziku duke dalë nga zonat e tij e duke shkuar në zona të mjegulluara. Mos shko atje. Mos shko atje ka se nuk dihet ana kthehesh mua atë. Nuk dihet. Pra ndonjëherë dalin nga zona, të shoh ç'a po bojnë, të shoh çka po thojnë, edhe mos kthehet. Ka mirë ç'a t'japtan. Mos del, rrim në zonën e bindjes, rrim në zonën e argumenteve qiltërsisë, nga se po dole dëmtohesh, po dole lëndohesh, ndoshta edhe vritesh komplet. Mbet ç'atje. Kullu amrin mustaqir. Pastaj Allah xhallahu ka thot: "Wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar, hikmatun baligha, fama tughni nudur." Allahu tha, prap kthehet Allahu xhallahu ala në çështë argumente. Njerëzve u laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar. Njerëzve ju kanë ardhur mjaftueshëm lajme nga popujt e mëhershëm, që Allahu i ka shkatërruar. Ju kanë ardhur lajme me të vërtetë të rëndësishme, ma fihi muzdajar. Që në tokë mjaftueshëm ka material që njeriu të jetë i kontrolluar me besim. Ma fihi muzdajar, no muzdajar i frenuar, që të din ka të orientohet, që të orientohet me forcën e besimit, jo të epshit. Çka nuk kuptoj këtë vëllai? Mas pari këtu të me kuptu fjalën që Allahu thot: "Wa laqad ja'ahum min al-anba'i", ju kanë lajmet. Domthon, çfarë lajme ngan ti sot? Me çfarë lajme mirësh? A lajme që e fuqizojnë epshin? A lajme që e shtojnë humbin e kohës? A lajme që të friksojnë për njerëzve për shumë se për Allahut? Apo lajme që të kthejnë në realitet? Çfarë lajme ngan ti? Sigur se kemi të cekë vazhdimisht. Me çfarë tema mirësh? Të ndërvozë, një njëri ditë për ditë, për cilë analiza, lajme, në fund tani, për shambull, dënë me ngu temet të vëkullit. Së funksionan Allah, se e këtë merru vetëm me forcën e njërit, apo, i ke jap hapësir njërit ma shumë se që duhet, ku me nëzonë të shfrikën për Allahut, ku me lënë të vëkullin, pse i ngëj që ato lajme aq tepër, çka duhet ashtu shumë? Për cilë so kanë këta, so bënë këta, so shkën këta, çka duhet, a i ekspertja, çka jeti? Kështë lajmet e Koranit, që thëtë Allahu për vetën e ti, ndaq më ushu që shduhet, ndaq informim të shëndet shumë, lezo Koran. Po hoj, qka pak e më di qka po bëhet, e që se mërër ti qka po bëhet, e qka bëhet? Kur gjës bëhet, ajo petë ko mu bëhet, që shko mu bëhet, po ty e pa mu. Kë nuk është të ndërëzër me ko njeri tash largë informimit, kush po thot të kaq? Se edhe mos me dash më informu, të detyrojnë më informu. Apo, të detyrojnë më informu. Qka do që do me qelë, me përfitu, den një lejmë aty. Kërë që vetë ju merë shërbime për informime dhe pa dashje. Mos e jepë edhe hapësirën tjetër me dashje. Që që ka honi bën të mija i bën Kaimit Rahimullah. Kërë ka honi i bën Kaimit i bën të mis Rahimullah i ka honi. A bon ka pak nefësit, shu ka pak. Ka honi nefësit a merë vetë pa i dhonë të heq, edhe mi dhonë të vetë botë shumë. Nefësit vetë merë Allah, heq pa të vetë. Normal, edhe mi dhonë vetë botë shumë, ka thonë. Kjo për elitarët, kjo për njerëzit që jenë naltë ata. Ama du më dhonë që edhe të lamit e këto. Po, dhe gjë ka pak, merë më informu. Nëse je kështi krejtë të rëndëmt, ki punë të tua, problemet të tua. Nëse je ekspert e punë tjera, ose po flasë për ekspertat. Një do me investu në biznes dhe me di shto të regu, anë i këshore bo të regu, në kështë për të nalë. Ama pse ka qëte, për përshamu së gjerejme, gjithë gjysore këqy që ka lajme, po s'ka vëllab, s'ndodh në ato gjithë gjysore. Ndërsa emnat Allah si ka lezu, kush e di kura, e tani përshamu, qysh më në në qëki njëri,
Çfarë lajme ke ushqy vetën tonë? Me çfarë lajme? Çashtu me çato lajme që e ke ushqy vetën, çashtu kemi pas gjendin, reagimin, mënyrën e menduarit, këtë ndikojnë vëllazër, ndikojnë në njerëz. Prandaj lajmet të ndërvozër, të cilat e glorifikojnë forcën njerëzore, e tregojnë se dikush i pamposhtër, dikush mos lexo për to. Mos lexo ato. Ka njerë do ledëshin po do rrima që në caktuara, do në qaq u pa të nbinë që këta dinë edhe ti so lungë shpjekim. Jo me burë se dinë autën. Pastaj, e qka me buna që i dinë? Këta ka mundësi dinë si dinë. Merëm ato që sigurisht i dinë kejtë që ki të bujë, jo ishtë lungë shpjek, po në zemër që ki jaftën. Allahu gjellë gjellë u ofër. E ku është Allahu të bare këto në lajme tona? Ku i në lajme të Allahu të azogjel? Allahu tha për Kur'an, kul hua nebe unë adhim. Kjo lajmi i madh, këtu ka lajme të mëdha, këtu zgjeri kësi lajme tikon pas në Kur'an. Prandaj informimi jon duhet të jetë në esencë nga burimi jon, nga fjala e Allahut azza xal. Me po këta s'kan marrë lajme nga Allahu xhallahu ala, s'kan marrë lajme nga shpallja, ka marrë lajme pralla anash. Që ata e kanë marrë me shumë sportivitet kërcënimin e Allahut azza xal, fatkeqësisht. Allah qëra ju shkatoi si Nuh alisam. Nuh e kush u kon Nuh ja. Njëre para 5.000 vjeta, ne? Tani shenjtë që i ka bëllo po për nutë e zonë. Meni seriozisht, burimi i informimit është shumë rëndësi, piku po informohesh. Nga sot që ka tha, në bazë të lajmeve që i merë, përcaktohet dhe forca frenuese. Që kjo atë në lozërën, që kjo është. Andaj në kur shumë gjendjen tonë që nuk kemi mjaftueshëm ndoshta të formuar, kemi probleme në besim, në sjellje, nuk kemi mjaftueshëm, domethënë pushtet mbi epshin ton, zemra nuk është e fuqishme. Thush, ball po ngoj derse me Allahun. E unë po them që derse që ty ngujën të mjaftueshme me të bënë 5 fish më të mirë se që je. Ti e unë. E pse s'po na bojnë? Allah po duhet më u bë. Ma fi muzdajr. Duhet më u bë. E ku është problemi? Fama tugni nudhur. Problemi është se, domethënë, Allahut hikmetun baligha, fama tugni nudhur. Ky që Allah e ka zbrit, e që ka ardhur Kur'an është hikmetun baligha. Kjo është urtësia maksimale. Urtësia më e mirë, gjithçka në vend vet. Mirë, po kur gjitha këto i shpërfill, nuk e merr këtë urtësi të Allahut, nuk i merr këto udhëzime të Allahut, nuk i merr këto mësime të Allahut azza wa xal, këto lajme që Allahut ka mësuar për to. Allah që ka thot, fema tugni nudhur. Ta një kërsimet më në krymë punë. Ose, kjo ma, do më thonë, është mohuse, ose është pyetse. Fema tugni nudhur. Nëse qëto së krymë punë, e cilat argumentet krymë punë ty, sa të këndelin, në surja Kamer, surja Nejm, këto surës të këndelin, që to nuk të fuqizojnë, që ti është më i frenuar, më i kontroluar, me besimin tonë, çka me të pru ty? Çfarë dersi me ta kallëzu ty? Nëse qëto se përmirësojnë gjendjen tonë, sjelljen tonë, adhurimin tonë, nuk e përmirësojnë dhe nuk e shtojnë besimin tonë, çka po të me të sjell? Allahu po pyet, fama tugni nudhur. Cilat janë pra ato që të kryjnë punë? Se këto s'po të kryjnë punë. E Allah që ty po i thot hikmetun baligha. Kjo është urtësi baligha. Që baligha ka kuptimin edhe të epërsisë që s'kami të kurgjë, edhe baligha ka kuptimin të arritjes se gjithë shkafet me që të arrinë. Baligha, me që të hikmetun baligha, me që të urtësi këtë arrinë. Këtë arrinë. Qysh ka arrit me Abu Bekri, më i miri, e Umer, me që të jenë muata? Hikmetun baligha. Andaj Allah të fama tugni nudhur. Fatawalla anhum. Argumente ka mjaft, Kurani është, shenja tënë, argumentet janë. Fatawalla anhum. Ti shmangu nga ta, mos e merr me ta. Çfarë kuptimi? Jo mos i thell. Po kjo që Allahu thot, largohu prej tyne, i ka disa kuptime. Kuptimi i parë është, domethënë, mos vazhdo me insistu mo. Ti insiston të dikush derisa të bëhet e qartë, derisa të bëhet e qartë sa e ka të qartë. Don pa qartësia që mund ta ketë dikush, mundet që me të shty ka insistimi. Veç të qartësoj apo. Në kur ti e kupton se e ka të qartë, e kupton, s'ka që mos me kuptu. Tash refuzimi është për shkak të epshit, interesave, pa kësaj insistimin. Mos insiston të mo. Absolutisht. Pse mos me insiston të?
Për shkak se të ndërrozën nga njerë insistimi që mund t'ja bësh dikujt për kthim të Allahut te barekotare, pas arrogancës së refuzimit të tij e faktorizon refuzimin. Apo e faktorizon refuzimin. Pse e faktorizon? Se thotë, o pe që to për mi thusha, që ka tjetër? Në të tërskim që a mi thonë, pas që to? Fillon me i devalvu argumentet. Fillon me i devalvu argumentet. Për kur kanë kërku kërë ishtë argumentet, që kja është të s'ka? Që ta është? Që ka përta ma shumë? I devalvan. Pastaj kra devalimit, insistimit të ndërullazër provokon taljen. E kjo është e keqe. Gjithashtu insistimi pastaj ka mundësi e provokon pastaj edhe dyshimin të vetë insistuesi. Në bazë të reagime që i bën kundërshtari ato. Prandaj mos insista. E dyta ka të bëj, mos u merr me ta, largohu prej tyne, jo në thirrje, thirri, mësaj, nëse të pyesin përgjigje, jo bojkot, jo se ka të kuptim, por tash intensitetin e ftesës kontrolloj pak më ndryshe ato. Jo me insistim e para. Dhe e dyta të vëllezër që ka kuptimin e kthimit është, domethënë, kërko hapësira të reja, shigje të reja. Kur e kuptuan, s'dojnë e pranojnë Ansarët Medinë. Pse duhet veç ta më për musliman? Këta e patë nderin, këta e patë mundësi, nuk deshën, shkëmtutje. Kjo është e keqe pastaj ato. Kjo pastaj është e keqe shumë. Vazhdo tutje, gjej e tjera. Për të ndërvëzër, kjo është në gjë aspekt. Në gjë aspekt, për shembull. Ki mundësi me përfitu shumë nga dikush, nga projekti caktuar, fillon me bo manovrat pa nevojshme, privohesh ato. Privohesh. Ta e pa mundësinë e caktuar, nuk e shfrytëzon, humb. Andaj, kjo është thashtë e përbesimtarët. Ta qire Allah një mundësi, fillon me u zhagit, me u ta mshet Allah zhjën, jep dikuj tjetër. E kjo është e rrezikshme, për të vëllë anhum. Dhe kjo e këtë regon e përsin e ligjërimit kuranor. Me së kuptu ata që Kurani shumë insiston që mu buje musliman. Për juve se më së bofë që ka tjerë që bohen. Nuk është kjo në nënqmim, nuk është kjo arrogancë, po kjo është me dregu që për të mirën tonë është, edhe nuk mundemi pa fundësisht me të përgëdhel e të refuzoj shaje, fyej, e na prapë themi se na imi shumë të hapur. Jo, kena punë të neve, na s'kena vakna. Për të valla anhum. Jo më jetë u da'i ila shay'in nukur. E takohemi me të kësaj thirrje s'po i përgjigjen. Me të kësaj mundësie s'po i përgjigjen, kanë më përgjigj një thirrje tjetër. Jo më jetë u da'i, a ditë kur thirr një thirrës nga Allahu Azza wa Jalla Israfili, i flinsurit, ila shay'in nukur. Në çka kanë më thirr Allahu Akbar. Sot në çka po i thirr pejgamberi sa? Po i thirr me lon të keqen, me lon damin, me u kthy Allahut, me fal namazin, me respektu prindin, me u dash me zveti. Shikoj çka Allah po i thirr sot. Nuk po përgjigjen. Mirë, nëse Allah s'u keni përgjigj, kujt ju keni përgjigj Allah? Kujt ju përgjigjesh? Epshit, kujtës, knatësisë, apo pretimive formale që fundin e kanë të hidhur, e kanë miruar. E Allah thotë, jau me jed o da'i ila shay'in nukur. Kanë mu përgjigja ditë kur thret një thërës ila shay'in nukur. Subhanallah. Çka është shay'in nukur? Kjo shay ka ardhur pashquar, e panjohur. Shay'in nukur. Nukur është diçka që të merran. Që për shembull tu nkiru s'është e mundshme që të mendohet, që kjo është nukur apo. E ka pru atë që është e mirueshme në të pashquarën, domethënë kanë më thirr në një tmerr që në mend kur s'u ka rrapur. Allahu Akbar. Në një mjerim të paimagjinueshëm, në një tmerr të paparamendueshëm, të frikshëm, të tmerrshëm. E si kanë më përgjigj? Khushan absaruhum yakhrujun min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Allah I ka thirrë në dunjë të vëllezër që zemrat I për ulën Allahut Azza wa Jall. Ulë zemrën për Allahut.
ule zemën para madhnisë Allahut te bareke ve teala, ule kokën para ti, gjynëzohu për Allahu xhallahu ala me të ngritë Allahu te bareke ve teala. Që kjo është oferta e Kuranit, që kjo është skandasht. I thret pejgamberit me shpëtim, s'dan. Ti mu përgjigj gjithsesi, nga se çdo sen ka me marr formën e vet. Gjithçka, edhe përgjigja ka me marr formën e vet. Ki mu përgjigj, domosdoshmë ki mu përgjigj. Por pyetja është, cilës thirrje kimi u përgjigj? Cilës dhe në cilën kohë kimi u përgjigj? Shumë domethënëse. Shumë domethënëse. Andaj Allah khushan absaru. Khushan të ndonjë ka kuptimin e paruljes. Po kjo khushan është domun çka që të tmerruar nga ajo që kanë pa, edhe çka që të poshtnuar nga ajo që kanë bë, nuk kanë me pas guximi që usit në ata. Khushan absaru, poshtë apo. Kokën poshtë. Nga turpi i madh para Allahut azza wa jall, kanë më huafë. Çfarë thirrje kanë refuzuar? Çfarë mundësie kanë humb? E Allahu po thotë, ule kokën dunja për Allahun xhallahu ala. Por ule zemën për Allahun xhallahu ala të ngritit në gjykimit. Me po këtu arrogancë, mendje madhësi, këtu domethënë refuzim, do të vijë kohë kur kemi u përgjigj një thirrsi, por nuk është thirrje për me të nderuar. Po të keqësisht për shkak se vetë nuk e ke nderuar. Apo e sheni të ndërruazët ligjërimin e surës Kamer, në ka surë Najm. Në ka surë, ta është në tjetër nivel kemi ardhë. Tjetër është kjo apëta. E pëse, elhamdulillah që masë surë Ar-Rahman, se surë Kamer është surë që dridhën, khushan e bësaru, yakhrujuna min al-ajdathi, kanë me donë nga varresat, ka'annahum jaradun muntashir. Formën e daljes për Allah e ka përme Allah në dy forma dhe e ka sjell me shembull e dy insekteve, fluturës edhe karcelit, karkalecit, apo. Prandaj kanë në ferashën me pëthuth, sikurse flutura të shkapërderdha, edhe gjeradën mund të shirë. A ka kundërshtim me saj? Jo, ato. Kur dalin nga varrezat njerëzit, ata që nuk e kanë mësu kushtin e pestë të imanit të kiametit. S'dena je. I denë se ka që ka me ndodhë. Kur njët vetë s'ka një qari në gjallja. S'ka besu, s'umar me këtë qështje. Sikur se flutura. Ju i letë, jo me fluturën praver. Po fluturat në dhe të lëzër. A ka orientim në fluturim? Ja, ke po, heksajt. Flutura të në lëzër fluturim e ka të qërientuar. Për asu Allah Gjallu e ka përmen, do të kenë rukëtim të qërientuar, nuk din ka me shku, shkën kësajt. Deri sa, jo jep Allah një rrugavën, jo me jetë o daji, i thret dikush, hajde ka. Kënë më gjeradun mund të shirë, si kurse karkalesit e ka po që bojnë shumicë, kur janë njëjtë të ndenë shkojnë apë. Të karkalesit nuk bojnë kështu, e keni po, por e ka njëjtë orientim. Edhe këta, grumbull i madhë, mirë po të gjithë me një drejtim. Nuk guxon askush të shmanget shtegut të përcaktuar drejt thirrjes që e dëgjojnë ato. Kjo realitet, ka'annahum jaradun muntashir, muhti'ina ila ad-da'i. Yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir. Muhti'in, ihta të rrozër është ecje me nxitim. Ku janë duke shku? Janë duke shku të tmerri, të dënimi, Allah në rujt. Askush nuk është i sigur nga që kjo deri në qastin që e përmena. Deri në qast, s'ka siguri. Allah tha muhti'in, të nëzituar shpejt, jo ka dale. Shiko sot disiplinum këta po të ishme konë të edukum, këta po të ishme dëgju, pa mas kohë e fatë këtë sirtëm. Si kur të kishtë me nëzitu hapat, kur Allah thënë të hayya ala salah, eja namaz, hayya ala al-falah, eja shpëtim. Kishim hita një xhenet me respektin më të madh dhe me nderimet më të mëdha. Po kur Allah i ftonte në shpëtim, nxitonin tjera punë, s'kena kohë. S'kam kohë. E tash nxitojnë muhti'ina ila ad-da'i. Nxitojnë të përgjigjen çti thirrsi, që po i thret ila shay'in nukur, që po i thret të një çështje e tmerrshme, shumë e frikshme. Edhe kur këtë kjo ndodh, thot
mohuesi, thot pa besimtari, shumë ditë e vështira, hadha yawmun asir. Që ditë e vështirë kur një temë s'kom përballuar. Prandaj të ndërgozor, ky epilog që Allah e përmend, yawmun asir, ditë e vështirë, përgjigje, tmerr, nënçmim, përulje. Thush për shembull ti, se tash jena në dunjë duhet që me kon thirrje vëllai për çdo njeri. Kjo është realitet, kjo ka më ndodh, vëllai ka më ndodh. Ka më ndodh kjo. Nëse e keni pa të gjitha gati, lajmet për ditë gjykimit, Allahu i ka përmend në kohën e kaluar. Ato s'ka ndodh. Nëse do të ndodhin të ardhmen, pa e ka përmend kohën e kaluar për faktin se merre këtë punë të kryme, ka marrë fund, s'ka kthim nga çka. Absolutisht s'ka ndryshim. Që kjo është lajmi i fundit, mas ti lajmi s'ka lajme mo. Informacioni i fundit për çka do të ndodh me neve pas vdekjes është kjo. Merë seriozisht. E të ashtu është ti për shembull, dikush shko me përjetu qëta, dikush po, Allahu në rujt neve mësë me kona pishtyne. As na, as prind ton, as familja jon, as populli jon, në rujt Allah nga sherri i kësaj dite. E, thush, për çka Allah? Për çka? Me vetë, që të merë që e përjetu, a një knaqë, qatë qëfart? Jo, bes në knaqë, vëllaj, për dirëshëm ka pak bashkë, për çka, Allah, veç? Unë këtë për pësë, vëllaj, për balë qkafin. Vëllaj, me konë të dhëtë vëzër, kërkesa Allah të azogjel, që për me ishpëtu kësoj dite, du është zvarë me ecë, ju në komë, javlen. Zvarë ecë 50-60 vjetë, tani përjetësisht. Me konë që qështët, me qenë që për shembull për balë shpëtimit të kësaj dite, të këtij merimi, kërkohet 50 namazë me i falë, që është dasht me i falë. Ishtë dasht me gëzim, të këcy, me gëzim me i falë. Pse? Shuqë që përdim që është duhet me avo. Knatësia është që i vetë që e din, që është pështën është vallaj privilegjë Allah. Të ka mësu Allahu Gjallara, veç dhe se e banë që ta, kjo s'ban për ty. Veç që këj lajmë, që është mësë me konë, që është i madhë për neve. Veç. Qëka ka lipë Allah për te? Ka lipë për te mësë me mashtru, mësë me gënyi, mësë me fitu haram, mësë me pi alkohol, mësë me punë zezat, këshia, mësë me zhvesh, mësë me provoku, mësë me ra njerë në zina, mësë me bëhë këtë punë, me falë namazin, me respektu prindin, kojshin, me një mu fukaran, në qëka ka thirë të tërë pejgamber sa, qëto e më punë, qëto? Që këto edhe veç dunja me konë të adreqin jetën e Allah, dhe ma heritë në për. Qëto i kelonë, për një epsh, një kojt, që ke pasën dunja pasoja, bëllën dunja ke pagu pasojat, të vëzër, paramendoni zhgënjimin e dikujt që të nëtën në formë ndryshme me provoku vëmendin e i thojnë, son të hiska ke vesh një rapën. Paramendoni kur keq kë mund, që a bani dikush ja gjun këtë për toke, paramendoni malin e zhgënjimit mrena që e kaptën. Në fund qka? Që ta që përdo me i knash, me i gëzu, me rëmbi vëmendjen, të harrojnë në stacionin e partë, problemet të harrojnë që eksistan. Ti dhe Allah kime metë, veç ti dhe Zotit kime metë. Andaj knaqe Zotin tënë, aj që të vlerësane, shumë fisht të pagune, aj që kujdeset begatane, aj që javlen për ta gjithë shka me dhonë, këthemu të ka Allah Azogjel. Aj që kjo së një kamerë. Dhe për me të bindë, kush jem në me në bindë Allah neve, s'mona, kush jena na? Qka jena për Allah në gjellore? Kur gjëgjë vëllavë? Ka që pejgamber, ka zbit libra, ja u ka da hanën me subhanallah, hanën ja u ka da, veç besani mre, edhe për tja na ka dok, ani kime pa që ato ka dok, pra. Se kjo talli ka qmim, kërëvëzim ka pa shmimin e vetë, gjithë kjo përgdhelje, gjithë kjo kujdes, gjithë të argumente, për kanë, për ty, kush jeti Allah, kush jeti? Dhe në fund për në hejgare, kismet, njëtë e këmbo, s'kam vaknin më këtë punë, no, që ju për keni vakt, po, ani, kime pas vakt sa të dush. Mirë po të të bëhet vonë. Andaj të nëzë, duhet më këthy, këtë më punë serioze, këtë nuk e loj, këtë nuk është për shambull, që për muni me shkuju të lëmë tjo, së është më kjo punë shuqër të une, kjo është për të tonë, kjo thire për gjithë, kjo lajmë që duhet me transmitu në krejt kanalet televizive. Ditë për ditë duhet të lajmë e mingu. Ju lëme tjera, krejt tjera lajme banë më smingu. Ama që të lëme zbanë pa ingu, ditë për ditë, lajmet e ditës gjykimit, qka komendon me ty kur ti mshilë sytë? Aso lëme rëndësia? Aso lëme rëndësishëm kja? Qka komendon me ty, mas di, qka, ku e të shkuti? Aso lëme rëndësishëma?
A të vëllezër, jeta është e shkurt. Allah nuk dini kur përfundon. Dër për xhamisë nuk dina kthehesh më apo. E ke këtu tani shaftë. Isha në formë vet. Allah na ka begatuar mundësi me kuptu para se më mbyll syt. Elhamdullah që Allah ne ka qelë syt. Do është Allah që ti më mirënjohës në këtyre mësimeve. Mirënjohës në këtyre udhëzimeve. Dhe kë mirënjohet përkthehet në dyshimin e gjendjes tonë, përmirësimin e raportit me Allahun xhallahu ala, mes vete, në përmirësimin e zemrave tona, në përmirësimin e bamirësisë tonë në raport me të tjerët. Nga se kjo është mundësia jonë. E shfrytzuam këto lajme janë për tjerët, s'jam pasaj për ty. Por deri sot të kupton ajo për ty a për tjerët, ka koha lavë, ka koha lavë. E kur Allah e përmend këtë, pastaj fillon tash me tregu çka ju ka ndodhur në dunjë para ahiretit, popujve që kanë refuzuar. E po duhet këtë përvojë të ndërozon. Ne nuk dimë çka më ndodh në kiamet. Allah po shejun nukur. Diçka e pa imagjinueshme, ç'to po. Kur Allah sill dënimin e popujve në dunjë, popullin e Nuhit alayhis salam, Lutit alayhis salam këtu. Vetë që shto me konë dënimi për jetë shumë në heret balasht. Veç me u dënu si populli i Lutit, balasht. Veç që shto me konë, edhe pse hiq as për afërmi nuk është. Andaj Allahu xhallahu ala parafron dënimin për me tregu se shikon dunjë që i ka gjetë. E në heret, andaj dhe me marë mësim nga lajmet e popullit më hershëm, që do t'i trajtojmë inshallah në vazhdim të surës Al-Qamar. Allahu xhallahu ala na udhëzoft në udhëzimet e tij, na përmirësoft gjendjen, na rujtë Allahu xhallahu ala nga çdo sjellje jo korrekte, jo të duhur në raport me mundësitë që Allahu po na jep. Na mundsot Allah të jemi falëndrues, mirënjohës për begatitë e tij, në fal të mëkatet e këto tmerre që i ka përmendur Allahu azza wa jall, na kurseft për tyne me përgëzimet e tij në varr edhe ditën e takimit me ta. Kaq person të Allah shpëleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.